Përshëndetje, mirë se vini në The Absorbent Mindcast. Muaji nëntor njihet në barë botën sikur muaji i ndërgjegjësimit të personave me diabet. Sot me mu është Eli Gashi, sociologe, mirë po për neve në shkollën Nido Montessori School, prind i 2 vajzave të mrekullueshme. Eli, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Eli, na, siç po e sheh, e kemi bu studion ton me ngjyrë të kaltërt. Ngjyra e kaltërt e simbolizon një fardore muaji nëntor, i cili është muaji i ndërgjegjësimit të personave me diabet. Sot kishim pas dëshirë me diskutu pak bashkarisht eksperiencën tonë dhe si prind të një fëmiu me diabet. Kisha pas dëshirë salin e parë me diskutu diçka që krejt njerëzit e mendojnë kur mendojnë për një fëmijë i cili ka diabet, e që është ekspozimi i këtij fëmije në ushqim të caktuar. Zakonisht besojmë që fëmijët të cilët kanë diabet apo persona të cilët kanë diabet nuk guxojnë me hangër ëmbël. Na për eksperiencës tonë kur kemi biseduar në fillim edhe jemi ulë me fol për Mian edhe për me ardhur Mia në shkollë te na, normalisht unë vetë personalisht i kam pas 1 milion pyetje. A guxon Mia me hangër bukën, a guxon Mia me hangër pudingun, a guxon Mia me hangër krejt ushqime. Qysh me thonë edukimin e ki bo ti me neve se çka lejohet e çka jo. Nëse mundesh me nda pak me neve se na besojmë që fëmijët ose persona që kanë diabet nuk guxojnë gati me hangër kur gjatë uja se. Kisha nisë në shtavish me thonë që kjo vjen si rezultati asaj që ka shumë keq kuptime ose keq interpretime për personat me diabet, sidomos për personat me tip 1 diabet. Mendohet që diabeti tip 1 mundet mu menaxhu edhe vetëm me ushqim, pa e fut përdorimin e insulinës. E këtu nis keq kuptimi ose keq interpretimi për tipin 1 të diabetit. Po natyrisht është shumë censure, qysh është për gjithë realisht dieta e shëndetshme. Mirë po, ajo që ka duna me cek është që ka funksionu në mënyrë të mrekullueshme kjo triangle, trekanshi, prind, shkollë, mësuese, asistente, për me mujt me menaxhu si duhet gjendjen e diabetit në rastin e Mias. Unë si prind, fillimisht kam qenë, muj me thonë, po thuja se as pak i informume për punën e diabetit edhe frika e parë që e kam pas ka qenë qysh kom ja bo tash me punën e ushqimit. Sepse ajo që ti has zakonisht kur diskutohet për diabet është që personat me diabet nuk duhet mu ekspozu ndaj sheqerit, nuk duhet mu ekspozu ndaj karbohidrateve që janë ma komplekse, tjera, edhe fillon me eliminu ushqimet të caktuara. Natyrisht 2 muajt e parë edhe tu pas frikë për insulinës, tu mëse njoft shumë se si funksionon insulina, si funksionon trupi i Mias, ose si e pranon trupi i Mias insulinën e tjera. Unë personalisht pa ta fillu me reduktu shumë ushqime. Kjo me një farë mënyre izolon fëmin, sepse nuk mundesh me dalë, nuk mundesh me hongë në restoran, nuk mundesh me ekspozu në ushqime caktume dhe krijohet një farë izolimi edhe i fëmisë edhe i prindit. Mirë po, si natyrë jam shumë kurreshtare dhe kam fillu shumë me ulumtu edhe me provu me kuptu çka është kjo gjendje, qysh menaxhohet. Për mu si prind shpëtim ka qenë senzori, sepse senzori ta mundson ty me pa gjendjen e glikemisë në gjak për gjatë të kohës. Vetëm kur kam fillu me kuptu, atëherë jam një rehat që mundem me fillu edhe me mendu idenë, me fillu Mia dhe me vazhdu qerdhen. Edhe këtu vini ju. Po, kur keni ardhur fillim, për neve ka qenë e rëndësishme me marrë një farë vendimi të përbashkët, se na i kemi bu vetë pjesën e aplikimit insulinës edhe
e kemi këqyrë gjithmonë çdo sekond, qysh e ka gjendjen, normalisht të qenë non-stop në kontakt me ty, prap menaxhimin e vërtet e keni bo jo, po na e kemi bo këtë pjesën praktike me thonë, të menaxhimit të diabetit. Normalisht edhe për neve ka qenë shumë sfidë, sidomos në fillim, se edhe na kena qenë të mësu në qatë procedurë. Mirë po prej momentit që një farë dorë ja kemi marrë dorën, se nuk është realisht ja marrë dorën, kogja është edhe, qysh me thonë, planifikim, lyp me konë i vedishëm çdo moment qysh është gjendja, Mia është një fëmijë energjik, ajo sidomos në fillim kur ka ardhur te na ka qenë moshën 2 vjeçare, kur ka qenë më aktive ajo ka ndiku pak te qysh janë kon vlerat e glikemisë dhe mandena pak a shumë e kena bu krejt menaxhimin bashkarisht. Për neve si shkollë ka qenë shumë e rëndësishme që ajo në çdo moment me u trajtu si krejt fëmijë tjerë, për arsye se në shoqni ka tendenca akoma me u stigmatizu. Për këtë arsye edhe si shkollë asnjëherë nuk e kemi mshef. Nëse kemi pas nevojë me apliku insulinën, e kemi apliku insulinën brenda në klasë dhe absolutisht nuk ka qenë e nevojshme me mshef, edhe fëmijët në realitet nuk e kanë po asnjëherë si diçka, ndoshta një herë, 2 herë kanë mujt me pyet, po në përgjithësi nuk është që e kanë marrë si diçka që është e mirëqenë. Unë e di që edhe jo gjithashtu si familje nuk është që ndonjëherë e keni mshef, qysh me thonë këta. Puna e diabetit është diçka që gjithmonë është gjendja normale e mijës dhe ajo nuk u kon diçka që e keni mshef prej njerëzve, me thonë. Qysh ka ndiku që ky proces? Te ju edhe si familje dhe te mia dhe te njerëzit rreth juve dhe krejt? Për mu, kur kemi vendos me pru mien në Nido, edhe takimi joni i parë më kujtohet, ka qenë vendimtare diskutimi që e kemi pas. Unë si prind, sa herë kam bisedu me dikon ku kam provu me spjegu çka është diabeti, që është gjendje kronike, e cila kërkon mbikëqyrje, edhe një farë mënyre me u siguru që vlerat e glikemisë provoj me i majt në suoza të vlerave normale. Qasja ka qenë ajo që ka qenë për mu vendimtare. Sepse nuk ka pas paragjykim. Dhe me thonë, ka qenë diskutim i hapun, edhe qasja ka qenë çka mundemi ose qysh mundemi me bo ma të mirën. E këto duna me e cik është që duna me përgëzu shkollën, Nido, për qasjen. Nuk ka pas rezistencë në mënyrën se si duhet me u menaxhu. Duna me përmend këtu Gjenetën, e cila ka qenë me neve prej fillimit të rrugtimit me diabet, dhe e cila ka mbikëqyr gjendjen e mijës për 1 vjet të tonë, në periudhën më të vështirë, kisha me thonë. Ku fillu me u mësu edhe qysh funksionon ushqimi, edhe qysh funksionon insulina, etj. Edhe përveç asaj që nuk ka pas tendenca me e izolu, me thonë, okej, një ushqim i caktum nuk më bën për mien, ka shku në mënyrë gjithë përfshirëse. Aplikohet ushqim i shëndetshëm për gjithë, është përdor gjithmonë që duna me cik miell integral, oriz integral, pasta integrale, edhe kjo e ka bo shumë atlet menaxhimin. Nuk është që pastat integrale ose orizi integral ka ma pak karbohidrate, është mënyra se si funksionon ose si zbërthehet karbohidrati në trup edhe që zbërthehet në sheqer. Edhe qasja ime ka qenë gjithmonë që nuk du mia me u veçu prej të tjerëve. Do me thonë, ka puding, ka të pudingu. Mirë po, me e përcjell gjendje në mënyrë që me mujt na me e bo ma të mirën për me menaxhu qatë pjat puding ose një pjat pasta të cilën e ka konsumu mia. Po prap është të qasje gjithë përfshirëse, edhe çka është shumë e rëndësishme, po mendoj që
i ka shërby shumë edhe fëmijëve të tjerë në Qerdë, sepse kur ke një rast të veçantë që kërkon pak ma shumë përkushtim ose vëmendje, natyrisht që për fëmijë tjerë mundet me qenë diçka e re. Aplikimi i insulinës kur u bon klasë, unë kam qenë shumë krenare sepse kam thonë, përveç asaj që e normalizon gjendjen, krijon edhe një farë resilience, që me thonë, qëndrueshmëri tek fëmijët tjerë. Ku mësohen se jo të gjithë fëmijët janë njësoj, jo të gjithë kanë nevoja të njëjta. Që është bukuria e fëmijëve që pikërisht pse janë krejt ndryshe njëri prej tjetrit. E kjo e ka bu shumë të lehtë qatë tranzicionin prej shtëpisë në Qerdë. Edhe natyrisht si prind të mijës jemi konë shumë të kënaqur edhe për gjithmonë mirënjohës për ndihmën edhe për mënyrën se si është trajtu rasti i mijës në Qerdë. Mbas çatij vitit parë, mandej në shkollë ka ardhur asistentja e mijës, e cila ka qenë në klasë me neve 3 vjet gati. Për neve ka qenë si pjesë e stafit, kurse kemi nda, gjithmonë jemi konë, ajo ka qenë gjithmonë me neve në çdo rrugtim që e kemi kalu, për shkak se na jemi rrit me mijën, qysh me thonë. Kur kemi fillu na, kopshtin që atëherë ka qenë edhe koha kur ka ardhur mija në shkollë te na, edhe normalisht me ardhjen e asistentës gjithçka ka qenë shumë më e lehtë. Për neve si shkollë ka qenë e rëndësishme gjatë kohës për shkak se na e aplikojmë metodologjinë Montessori, ka qenë shumë e rëndësishme gjatë krejt procedurës edhe kohës sa është mija në shkollë, me menaxhu diabetin në qasni mënyre që nuk e pengon një fardore gjatë procesit të mësimit. Për shkak se mija ka pas kapacitet me u fokusu, me punu në një material të caktuar, për periudha më gjata kohore, gjithmonë jemi mundu që nëse ka pas nevojë me menaxhu diabetin, gjithmonë me pas parasysh edhe këtë pjesën e mësimit. Edhe absolutisht në asnjë situatë nuk ka pas momente ku për shembull fakti që ajo ka diabet tipit 1 e pengon në procesin e të mësuarit. Mendoj që njëra prej seneve kryesore me u cek është që si një fëmijë që ka diabet, si një fëmijë që nuk ka diabet, ata e jetojnë të dy palët jetën normale. Diçka që kisha pas qef me e diskutu veç pak, është pjesa e qësaj, jetesës normale. Çka është normale, çka është normaliteti, edhe pse mija ka diabet, ajo jeton njëjtë sikur një fëmijë i cili nuk ka diabet. Do shta është mirë me cek edhe faktin që është e vetmja gjendje, se tash më duket as nuk konsiderohet mosmundje, konsiderohet vetëm si gjendje. Është e vetmja gjendje ku vetë pacienti e bën menaxhimin. Ndoshta më na tregu pak për çet pjesën që ju e menaxhoni, po në njëjtën kohë mija është jetu një jetë normale, ç'është me thonë. Po, Fiona është me neve tash 4 vjet po bën. Natyrisht është pjesë e familjes, sepse ata cilët të ndihmojnë gjatë gjithë procesit të menaxhimit bën pjesë e familjes. E mira e asaj që e kemi dikon afër për një kohë të gjatë është që mësohet edhe bëhet një farë mënyre vetë endokrinolog ndoshta pa pas shkollë ose pa pas thirrje për endokrinolog. Po them me thjesht zu çaq në din çat mos rolin e endokrinologut, po e mëson një farë mënyre se si funksionon trupi. Menaxhimi i diabetit nuk është matematike thjesht, do të thonë, nuk është 1+1 bojnë 2. Në rastin e mijës, një njësi është e barabartë me 15 gram karbohidrate, mirë po, jo gjithmonë funksionon kjo. Hynë shumë faktor tjerë, moti, viruset, rritja, aktiviteti fizik, e tjera, dhe krejt kjo bëhet pjesë e përditshme e menaxhimit. Ajo që ka provojmë me bo me Fionën është që mës me qenë, e po besoj këto ka ndodhe dhe gjatë kohës sa ka qenë në Nido,
mos me ndërhy në mënyrë që e bën fëmijën me u ndjek sikur diçka s'është në rregull. Qoftë kur ka hiperglikemi, qoftë kur ka hipoglikemi. Mirë po me reagu natyrshëm edhe me kohë që procesi normalizimit glikemisë me qenë normal, do me thonë me shku smooth një farë mënyra. Krejt kjo, unë mendoj që buhet vjen me kohë, se si prind, muj me thonë shlirë 6 mujtë e parë, nuk e ki idenë që ka e të bo. Me ose pas senzor, gjithçka është e re, gjithçka është e pa njoftun për ty. Ka pas raste që kom thonë qysh, unë veprova njësoj si kur dje, ke ushqimi i njëjtë si kur dje, edhe reagimi i trupit është krejt tjetër. Kështu që duhesh me u përshtat me rrethanat. Po është që ajo që vjen një fazë kur ti fillon edhe folje dhe me fëmin. Me mijen kemi fillu me bo muhabetin e diabetit qysh në moshën 5 vjeçare, kur ka fillu me bo pyetje vetë. Edhe kam kuptu që tash është momenti kur ti fillon edhe i tregon në gjuhën që ajo e kupton, çka është diabeti. Tash në shkollë për shembull ka shumë shpesh pyetje fëmijët që e thonë çka është kjo, kjo thot kjo është sensor sepse unë jam me diabet. Ose thot dikush e pse dush me bo insulinën, mija i shpjegon thot duna me bo insulinën para se me hongër ushqimin sepse unë jam me diabet. Do me thonë krejt kjo ka marrë shumë kohë edhe të e trajtu në mënyrën që mos me qenë as dramatike, as tragjike, është gjendje të cilën ti duhesh me shumë përkushtim, me shumë dashni, me shumë durim, me trajtu edhe të bëhet pjesë e jetës. Mendoj që kështu m'ju përgëzu për mënyrën që menaxhoni si prind, është se shumë lehtë munden për shkak se prindë ndjejnë një lloj bare në menaxhim të diabetit, se është diçka që duhet përkushtim 24 orë, duhet me u përkushtu edhe natën, nuk është që gjatë natës flajmë edhe gjithçka është në rregull, duhet gjithmonë me qenë aktiv, edhe gjatë natës me menaxhu, sidomos viteve të para. Mendoj që vetë fakti që nuk ja keni kriju në asnjë moment, më thojza ndjenjen e fajit, sikur diçka ka ndodhur dhe kjo s'mundet me kontrollu, se është realisht diçka që është një problem autoimun që nuk mundet me kontrollu asnjë person, nuk dihet kur vjen, mundet me na ardhe neve, mundet me ardhe dikujt që i ka 20 vjet. Unë personalisht njoh njerëz të cilëve ju ka shfaq diabeti tipit 1 në mosha të ndryshme. Dikush ka njerëz që ju ka shfaq ndoshta në moshën 10 vjeçare, kam taku njerëz që e kanë pas diabet tipit 1 në moshën 10 vjeçare, po ka edhe 21 vjeçare, ka edhe 40 vjeçare. Kështu që kjo është diçka që për shkak që është problem autoimun mundet me ardhë kurdo, edhe fakti që mija e pranon faktin që ka diabet si diçka të mirëqenë, mendoj që është puna, mos them, po 100% e juja dhe mënyra qysh ju keni qas me faktin që keni qenë një arzakonisht shumë mendje hapur për këtë gjendje. Eli, unë të falenderoj shumë që ke nda kohë me ardhe me bisedu me neve për këtë çështje. Unë personalisht e kom shumë për zemër. Në periudha caktume edhe vetë e kom qitë një senzor për me njoh pak ma shumë trupin tem edhe me po qysh reagon. Njëjtë si mija që sa herët që han diçka reagon trupin e vet, njëjtë funksionojmë edhe na. Dallimi është që na në mënyrë natyrshme e rregullojmë, ajo duhet në mënyrë sintetike. Për mua kon edhe me njoh pak veten, po në një mënyrë edhe me pas ma shumë hapësinë kur të më pyet mija diçka mu me kon gjendje me u përgjigj pak ma lehtë. Faleminderit që e ke nda kohën me ardh, me fol me neve edhe me nda eksperiencën tënde si prind. Faleminderit yllë shumë, faleminderit prapë për krejt mbështetjen, një do metët shtëpia jonë e dytë, edhe për mijen edhe për Hanën, edhe nuk besoj që kishim rri me ja dalë që mos me pas për krajen e një shkolle që fare keni jo. Faleminderit shumë.